Ish-presidenti Bamir Topi tashmë ka vendosur të qëndrojë jashtë jetës politike. Pak veta e din se vëllai i tij i madh është Flamur Topi me profesion mjek. Flamur Topi është një njeri me shumë vlera dhe njihet si drejtuesi i emisionit Trupi dhe Shëndeti, që është transmetuar në televizionin shqiptar për më shumë se 20 vite. Megjithatë, ajo që të bie më shumë në sy te ish-presidenti është se ka një vilë tejet luksoze, me sipërfaqe mjaft të madhe e të mbjellë kryesisht me ullinj. Ato që kanë vizituar shtëpinë e presidentit shprehen se sapo t'i hyjë në oborrin e shtëpisë së tij, të jepet ideja se nuk je në Shqipëri, por në vilat e milionerëve të huaj. Bamiri është babai i 2 vajzave, për të cilat është kujdesur jo vetëm që t'i shkolloj, por edhe t'ju plotësoj çdo dëshirë që kanë. Vajza e ish-presidentit, Etida Topi, është martuar me Ilir Bregasin, djalin e biznesmenit të njohur shqiptar Luan Bregasin. Dasma e tyre u zhvillua në vilën e familjes Topi, pranë malit të Dajtit, me rreth 500 të ftuar. Interesante ishte se i ftuar për të kënduar në këtë dasëm ishte këngëtari italian Albano Caruso, i cili sipas mediave u pagua 100.000 euro për të kënduar në ditën e veçantë të vajzës së presidentit. Ceremonia ishte mbushur me simbole tradicionale shqiptare, përfshirë një pemull liri 3000 vjeçare në oborrin e vilës, e cila u konsiderua si dhuratë simbolike për çiftin. Nga këto që tha më sipër, kuptohet se Bamir Topi ka një standard të lartë jetese. Por çfarë e lidh atë me djalin e kryeministit Rama, Gregun, dhe me Tomdoshin? Të tre kanë një gjë të përbashkët, që është dëshira për markat e shtrenjta. Për shembull, Bamir Topi tha se unë mbaj vetëm syze që i shkojnë formatit tim. Nga një kërkim i thjeshtë në internet, rezultoi se syzet Diplomat 1 që mban Bamir Topi kushtojnë 60.000 euro. Të tilla syze në Shqipëri kanë vetëm 3 persona: deputeti Tomdoshi, djali i kryeministrit Greg Rama dhe Bamir Topi. Një ish-president me syze 60.000 euro, një dasëm me Albano Caruzon për 100.000 euro dhe një vilë që të kujton Toskanën më shumë se sa Tiranën. Ju çfarë mendoni? Apo tregojnë këto detaje një Shqipëri larg realitetit të shumicës? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni, detajet flasin më shumë se fjalët.